tek ne ka hyrë në qeliz, vjedhja në çdo institucion, administrata është bërë plot me gjakpirës, të cilët kur ngrihen mendoj them unë në mëngjes thon, ku do ndal në një lek sot? Ta marrësh që nga i polici rrugës, edhe deri ke ai në punë tek ai roja i spitalit, që thot ka mbaruar orari, thot që të futesh tu, kështu që do një 2000 lekësh. Prandaj neve duhet të protestojmë. Unë jam plotësisht dakord dhe më bëhet zemra mal. Shumë nga ju mund mos e keni jetuar kohën e Enverit, e kam jetuar unë. Më është mohuar dhe e drejta e shkollës, pavarësisht se kam qenë gjithë jeta dhe kam bërë mbas kësaj. Po puna është se ne bëm një gabim. Ne të persekutuarit që ishim atëre pa shkollë, na i zunë vëndi, po ata komunistë të cilët si kameleon e ndruan flamurin dhe nga komunistë ca u ngjelën komunist ke Partia Socialiste, se ajo është, dhe ca u bën demokrat. Dhe përsëri vajtën sipas atyre porosive që dha Aliaj. Ti sillni vërdall për pronat, ashtu siç po vin vërdall, po vrasin veten, po vrasin njëri tjetrin, po zihen, nuk po flasin motra me vëllezër dhe nuk ja u regjistrojnë pronat. Bankat ja u marrin ato pronat, ja u çuditëm neve, api bank ishte gjithë ato. Pse? I japin kredi me gjithë ato marifete, i thonë, po se ke larë, se ke bërë, dhe bankat ja u marrin tokat, dhe bankat kanë toka, dhe ai fshatari i gjorë nuk e gredon. Më vjen mirë që bëhet kjo protest, sidomos në Tiranë, por ju them një gjë, unë për veten time nuk jam shumë besimtare, në kuptimin që ajo thirrja Rama ik, do iki. Unë po t'isha në vend të Ramës, do pyesja unë për bërtitje tuaja, as një çik, nuk ikja. Dhe ai nuk ka në mend të iki, vetëm me bërtitje, me flamur, me lule, me këngë, fare, nuk ikën. Gramosruçi një herë ka thënë, neve e morëm pushtetin me gjaksa dhe e lëm me gjak. Ne nuk po themi të vrasim, ama duhet një greve përgjithshme. Gjithë ata që kanë dyqanet mos i hapin. Fare, kanë aq sa të ushqejnë një javë të tërë. Le ta lënë qytetin pa bukë. Të gjithë ata që vënë në përpunëra, të mos shkojnë, të bëjnë një greve, kemi bërë një herë në kohën e nanës, kam qenë mësuese unë, e na thoshte drejtori, shiko se do ju zëvendësojnë. Edhe i binte tavolinës me grusht. Jo më jo nuk bëjmë grevë. Bëm një javë grevi, fituam ato të drejta që kërkonim atëherë. Po çfarë bëri ky? Ky kapi popullin për gryke. Po e kapi tjetrin ke buka e bojës, i kapi gjithë ke buka e bojës. Ju dha e ndau shoqërinë në klasa, ashtu si në kohët e Enverit. Ti i PS-s dhe ne të tjerët që s'kemi të PS-s. Dhe nuk bën dot, nuk gjen as punë, as regjistron tokën, as merr në një tender që të fitosh, i merr vetëm një dorë. Prandaj unë ju them që duhet patjetër një greve e përgjithshme.